Jemi rikthyer në Breaking, do të diskutojmë rreth situatës politike në Kosovë. Në fakt, unë debatin e kam nisur me zotin Albatros Rexha, shkrimtar dhe analist i njohur, përpara se të hynim në transmetim direkt për gjatë publicitetit. Kemi në një lidhje direkte edhe zotin Hisen Berisha, i cili ndodhet në Prishtinë. Përshëndetje. Përshëndetje për ju dhe Albatros. E nisëm debatin me zotin Rexha përpara se të fillonim transmetimin me një shpjegim se si funksionon, se çfarë ndodh, se gabimi i kujt është në këto momente, është Kurti që duhet të lëshoj pe, apo është e gjithë klasa politike që nuk po funksionon duke futur në një kolaps të vërtet politik Kosovën. Zoti Rexha, ne po flisim paraprakisht se çfarë ndodhi përgjatë 2025-ën, se sa u desh për të shkuar në zgjedhjet e tjera në 28 dhjetor, që u konsiderua kjo datë si një dhuratë e Vjosa Osmanin për Albin Kurtin, duke qenë se Mërgata kthehet për festat e fundvitit dhe Kurti e ka të sigurt voton e diasporës. Cila pyetja konkret? Pyetja konkrete është, jemi tek zgjedhja e presidentit. Ndërkohë, a duhet ja kthente nderin Kurti Vjosa Osmanit? Pozicioni im publik ka qenë që Vjosa Osmani duhet të nominohej nga lëvizja vetëvendosje. Unë e kam mbrojtur këtë qëndrim publikisht. Por, kryeministri Kurti e vlerësoi ndryshe. Ai e konsideroi që duhet të ketë një lloj shkrurzimi politik me Vjosa Osmanin. I kuptoi arsyet e kryeministrit Kurti pse e ka rapt. Arsyeja është shumë e thjeshtë, ai nuk ka dashur që të identifikohet fuqia e tij politike, thuaj se ai i ka diçka bërgj Vjosa Osmanit. Perceptimi ky është se unë këtë bëra dhe në pyetje. Kryeministri Kurti mendon që Vjosa Osmani ka glabru më shumë ndikim e pushtet se sa që realisht i takon. Mendon që ka mbindërtu më tepër politikisht se sa që realisht do mundte. Edhe ai ka arë në përfundimin që ne dy nuk jemi të barabartë në këtë binom, poli i fuqisë politike jam unë dhe jo ne dy, edhe ka ndodhë shkrurzim. E ka parë si rrezik? Nuk është që e ka parë si rrezik. Ai thjesht, unë e njoh mirë zotin Kurtin, ai dëshiron që projekti i tij politik të jetë i tij. Projekti i tij politik të jetë i tij dhe ai ka konsideruar që nëse e rikandidon Vjosa Osmanin, projekti i tij politik do të identifikojë si i tij dhe i Vjosës. Si një lloj eklipsimi. Një eklipsim bukur serioz, edhe kjo ishte logjika. Presidentja Osmani dhe Albin Kurti, kryeministri Kurti janë takuar në dhjetor, janë takuar dhe në janar, kanë pas bisedat mira, kanë pas bisedat ngrohta. Diçka ka ndodhur në fillim të shkurtit. Në fillim të shkurtit, kryeministri Kurti e ka marrë këtë vendim që unë nuk jam i gatshëm ta nominoj presidentin Osmani. Pas shumë para mrapa, ata kanë pas edhe një takim tjetër së fundmi, ka pas pak edhe tonë më tash, pra dhe ku kryeministri ka thënë troq presidentit Osmani që unë nuk jam për që ju ta keni edhe një mandat të dytë. Edhe kjo është vendim i formës së prerë, le të matemi të elektorati kush sa peshon. Kështu që unë personalisht mendoj që kjo është një kalkulim riskant, e kam bisedu me njerëz brenda lëvizjes vetëvendosje, ata mendojnë që pavarësisht që në shikim të parë mund të duket që ka një kosto elektorale kjo gjë, por është e rikoperueshme, edhe mendojnë që duhet darë shapi pi sheqerit. Kush me kë është, si është, të hecin. Është thjesht kosto elektorale, është kosto për qytetarët e Kosovës. Jo, nuk është ashtu, sepse nuk është të thënë që Vjosa Osmani do ishte zgjedhur. Jo, flas për kaosin politik. Mos zgjedhja e Vjosa Osmanit nuk është faktori i kaosit politik. Faktori i kaosit politik është pamundësia partive politike me gjetë një kandidat konsensual. Edhe këtë. Do të thonë sepse partitë tjera nuk është që e kanë përkrahur Vjosa Osmanin. Ashtu po krijohet përshtypja. Ja do pyes zotin Berisha. Po, PDK-ja ka qenë kategorikisht kundër. Madje edhe Vlora Çitaku, që është mike e Linda Ramës dhe Edi Ramës, ka thënë unë nuk kam vot për Vjosa Osmanin dhe nuk rrim në sallë, se spekulojnë në Prishtinë që Edi Rama për krah Vjosa Osmanin, këndena, të Edi Rama s'ka si pun tjetër, vishë më marrë me Vjosa Osmanin. Dhe ajo, madje dhe Vlora Çitaku, që do duhej në atë logjik të thoshte PDK-ja e për krah këtë nominatur, në ka thonë, ne nuk rrim në sallë. Zoti Berisha,
Dëgjuat argumentin e zotit Rexhaj, jam shumë kurioze. Si do të vepronte PDK-ja? Po të shohim kontekst të saj çfarë foli zoti Rexhaj është. Pak volum në studio, ju lutem. Jo, që është, si ta them, është shumë i informuar rreth zhvillimit politike, pastaj edhe me ambicet personale të secilit nga ata, del se argumentet plurale deri djeshtën të shuja, se çtu kanë qenë, janë politikisht janë dobta dhe juridikisht janë të paqëndrueshme. Pra jemi në një situatë kur dy institucionet kryesore, drejtuese të shtetit, po përplasen dhe këto të dyja janë duke vepruar paralelisht, të dyja janë duke vepruar kundër kushtetutës dhe gjuhës së kushtetutës që i rregullon shumë qartë këto situata e çfarë jemi tani. Dhe në vlerësimin tim këtu është tendenca për të shkuar drejt një krize të qëllimshme, e thellë kushtetuese sepse po kërkohet interpretim nga gjykata kushtetuese, por edhe politike sepse gjithçka thyet në korrizin e qytetarëve dhe vetë imazhit të shtetit që brenda vendit, që edhe në raport me aleatet, dhe të cilët jemi të parë drejt për drejt për shkak procesit politik ku ndodhemi. Pra, ju e pa presidentja shfrytëzoi atë mandatin kushtetues që ka për shpërndarjen e parlamentit në qoftë se dëfton të zgjedh presidentin në afatin kushtetues, e që është 60 ditë nga dita e skadimit mandatit, por 30 ditë pas skaduar i mandat. Do të thonë brenda 30 ditëve. Që i bie ka mujt me filluar më njëherë me krijimin e qeverisë, me konstruimin e kuvendit, procesi me dy kandidatë në sallë dhe të përfundojnë në datën 5, me qenë se e më 4 prill është inauguruar si presidente. I bëri dekretin për shpërndarje, i ftoi gjithë liderët për të marrë vjet shkurti, është qenë e pritshme dhe pretendoi me arritë domethënë faktu datën e zgjedhjes. Nuk është rastësi mungesa e kurtit, është pjesë e një strategjie politike për të krijuar në vlerësimin tim gjithmonë në kontekst të zhvillimit në rajon, jo vetëm brenda Kosovës, por edhe në Serbi në veçanti, edhe në procesin politik të implementimit të detyrimeve nga marrëveshjet e kaluara që do të ketë qeveria aktuale në momentin që konsolidohen dhe stabilizohemi si politikisht institucione. Por është një tendencë për të krijuar një tension apo për të nxitur në një krizë tre politike në vend, e cila mendoj se do të krijonte status quo shtesë me gjuhën e departamentit amerikan. Pse e kërkon këtë kurti? Që po jep përgjigjen ty full vet. Dhe me gjuhën e State Departmentit, çfarë do status quo që krijohet në Kosovë, do të shërbej vetëm Serbisë dhe Rusisë. Këtë thua themun e keni deklaratë ekskluzive të State Departmentit në krizat e kaluara ku i kanë krijuar kjo strukturë politike. Pra unë e them diçka tjetër. Presidenti dhe kryeministri i shpjegoi të Rexhaj raportet e tyre se i njeh edhe nga afër për shkak të luarë kuaj operon, kanë një raport shumë dedikuar politik mes vetë dhe unë mbeten të lidhura në njëjtin projekt politik. Se unë këta i shoh si pjesë e një projekti politik i cili gjëja parë që do të bëjë është shperja kushtetuese e shtetit Kosovës nga brenda. Dhe të gjithë këta... Këtë deklarate kam dëgjuar edhe dje nga zoti Haki Abazi, pra qëllimi është që të shpërbëhet... Të gjithë këta bërësistët e Serosit, unë mendoj se këtu do të dërgojnë përplasjen, dhe kjo përplasjen mes Osmanit dhe Kurtit ka me nxjerrë në sipërfaqe shumë të vërteta të lidhura, dhe pa kanë politikisht që janë dëm të interesave të shtetit. Pra, këtë që ka përdorin ta, nale dorën në sen, nale dorën në sen, nale. Çfarë do të thotë? Qëllimi është shpërbërja e Republikës për të nisur projektin nga zero. Çfarë do të thotë kjo? Mund ta shpjegoni pak, sepse e kam të paqartë sinqerisht. Klasa politike, unë nuk kam simpati, veç pak, unë nuk kam simpati politike për kërkan, unë s'flas kurrë me gjuhën e partisë, edhe pse... Jo, është për të shuar kuriozitetin tim dhe të publikut, çfarë do të thotë? Qëllimi është shpërbërja e Republikës. Dëgjoni, një klasë politike që udhëheqet me doktrinën të shkelim kushtetutën për të mbrojtur ligjin, unë nuk e di se çfarë interpretimi do të tjetër. Pra, presidenti u përpos ta përdorë kushtetutën për të rregulluar pozicionin e saj politik. Sepse deri në 12 natës ajo shpresoi në një mundësi që ajo të jetë e etabluar. Mirë, po është një thënie juridike, thotë qui priores tempore potiores iure.
Këtë kush i parë nga drejta është, kush i parë nga ku i parë nga drejta. Pra, i parë nga koha ishte këtë rast kryetare të Kuvendit, që cila që ishte në zgjedhjes presidente dërgoi para mesnatën në gjykatën kushtetuese me kërkesën për një masë juridike. Ndërkohë që të nesërmen presidentja, domethënë pasi kaloi afati 30 ditora, se këto maten me orë, pastaj kur hin këto lojra teknike, bëri dekret për shpërndarje. Kjo është për të drejtën e saj kushtetuese dhe ashtu është. Domethënë kur nuk konsumohet neni 86 dhe kalojmë në nenin 82, i cili është shpërndan Kuvendin dhe është shumë në rregull. Mirë po, masa juridike erdhi tani. Dhe deri me 30 mars, domethënë Kuvendi dhe institucionet e Kosovës nuk mund të mirën me asnjë aktivitet. Pra, këtu kemi të bëjmë me një situatë kur ajo që thash fillim argumentet e dyja palët janë paqëndrueshme dhe të dyja palët po përpiqen deri ku si qeveria me qenë se me datën 4 prill s'ka dhënë mandati presidentes tani, si dhe qofshin mosat juridike e veprimit që mund të bënë brenda parlamentar, me automatizëm sipas kushtetutës rolin e presidentit e luan kryetaria e Kuvendit. Dhe atë mund të mbaj për 6 muaj, brenda këtij afati duhet të caktoj datën e zgjedhjeve. Kurse presidentja në këtë kohë tani që u krijua, duhet të konsolidoj bazën e vetë politike, se ajo nuk ka bazë politike. Ajo erdhi si presidente me atë numër të madh votash, sepse kryeson të listën e lëvizjes vetëvendose ku Albini dhe një strukturë e tij nuk mund të ishin për shkak penalizimit për akte terroriste ndaj institucioneve. Dhe kjo erdhi në pozitë duke qenë kryesuese listës, mori votat e listës. U bë presidente, mori atë 20% nga LDK-ja dhe sollin e vetëvendose, e cila tani është shkut. Dhe tani këtë 6 mujor, po provon një herë të ngrisë partinë e saj, shpresë në projektin politik, të financuar me buxhet oriental, apo ymët e ka emrin për kthimin e parave nga IMR, ymët, më duket popullor që kështu i thojnë në Albatros, apo. Hysan, në onën tjetër, po përpiqet të negociojë në listën Guxha, që tërheq në deputet që e ka brenda. Për ta kthyer në bashkëbisedim, do doja pak. Qëllimi është shpërbërja e Republikës për të filluar nga pika 0, për të krijuar një projekt të ri politik. Jo nga pika 0. Se të mbestim në projektin më shumë se autonomi, me pak se pavarësi. Republika e tretë e promovuar në fushatën elektorale të zgjedhjeve të vitit 2021. Projekt që e ka lanskuar Vatansuroj dhe në cilin punon Albini dhe qeveria e tij, bashkë me Vjosën. Ta dëgjoj pak zotin Rexhaj. Të lutem, ta dëgjoj pak zotin Rexhaj. Unë Hysenin jemi miq të vjetër, edhe unë kam respekt për Hysenin për gjithçka që ai përfaqëson. Jo, thjesht porrajm opinionet. Respektin e ruajmë. Por, domethënë, ka kohë që tezat e zotit Hysenit lënë për të dëshiruar, lënë shumë për të dëshiruar, por domethënë jemi miq dhe nuk dua të ndërhyj kështu tash. Nuk ka këtu asnjë projekt për shpërbërje republike, e këto janë muhabetet kota. Janë retorik që mendojnë që mund me nxit emocione, po populli i Kosovës e ka një pjekuri politike, domethënë që nuk është që entuziazmohet shumë nga retorikat të tilla, edhe sa më të forta janë këto retorika, për kraja për zotin Kurtin rritet më shumë. Që në nënkuptojnë, domethënë këto nuk, ose populli nuk din, ose populli është i dërguar, nuk di, ose këta që po i thënë këto gjëra, domethënë e kanë gabim. Situata në Kosovë, ta themi qartë, është pasojë e 2 vendimeve, cilat i ka marrë gjykata kushtetuese në udhëheqjen e Enver Hasanit. Është vendimi i parë në vitin 2011, kur është shkarku presidenti Bexhet Pacolli, edhe pastaj është vendimi i dytë, kur është vendos një mekanizëm se si konstituohet Kuvendi. Këto të dyja kanë qenë, realisht janë rishkrimet të kushtetutës. Enver Hasani është një person i cili ka kredenciale akademike e të tjera, por në atë që ai ka bën gjykatë kushtetuese, ai njeri ka bën dëm të mëdha Kosovës, sepse ka kriju 2 mekanizma bllokues. E ka kriju mekanizmin bllokues se ti nuk mund ta zgjedhësh presidentin nëse patjetër 80 persona rrinë në sallë. Duhet krijohet kvorumi. Kvorumi 80, domethënë çdo në vend botës Kuvendi funksionon me kvorum për 61. 61 fillon seanca, domethënë 61 këtë rast është 50% plus 1. Ky e ka kriju këtë super kvorumin për presidentin, pa dhënë një alternativë, cila është zgjidhja për bojkotin. Sepse kjo është problemi, partitë të ndryshme
përfshi dhe vetëvendosjen e të kaluarën e kanë përdor bojkotin. Por tani, bojkoti po tregohet si formë bllokuese. Edhe është në rregull të thush ti duhet patjetër të 80, po cili është mekanizmi që cilin ti e pamundson bojkotin që të kthehet në instrument bllokues. Dhe vendimi i dytë ka pas bëj me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, që Kosova është i vetmi vend në botë ku vullneti i lirë i deputetëve nuk e zgjedh kryetarin e kuvendit. Gjatën i deputet 50% plus 1 bëhen bashkë e zgjedhin kryetarin. Ku do në botë është kështu? Jo, ky ka thënë nuk bën kështu. Duhet patjetër të vipi partisë parë. Jo, e kuptojmë ne këtë. Edhe kjo janë dy nonsense që ai njeri ka kriju, edhe që e gulfatin... Po, në këtë realitetin. E tash, realiteti është ky që kriza aktuale në Kosovë nuk është pasojë e mosmarrveshjes mes Vjosa Osmanit edhe Albin Kurtit. Do më thonë, sepse Albin Kurti e ka shumicën, i ka 67 deputet. Në çdo moment ai ka 61 deputet që mund të votojnë për presidentin në tentimin e tretë. Problemi është që shkaku që kemi këtë forumin prej 80, partitë tjera thonë ne nuk qëndrojmë në sallë, nuk rrim fare në sallë, nuk mund të fillojë procesi i zgjedhjes së presidentit. Edhe tash ata në këmbim të qëndrimit të tyre në sallë, ata kërkojnë hisë të pushtetit. E kërkojnë presidentin në kuptimin që presidenti tjetë joni. E dojnë një president fort, i cili do e eklipsonte Albin Kurtin. Edhe në këtë situatë, normal që zotni Kurti nuk shën pe, e ka dërgu çështje në gjykatë kushtet. Presidentja e ka bët dekretin, menoj që ndoshta ka mujt me prit një ditë, ka mujt 2 ditë, po prap do e nxjerrë ta dekret sepse hapësira manevruese ka qenë e vogël. Zotni Kurti e ka qenë çështje në gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese ka dhënë masë përkohshme, kur jep gjykata kushtetuese masë përkohshme, fund të marsit, po. Po, prirja është që i jep të drejtë palës që është anku. Kjo është prirja. Dhe unë pres, edhe nga bisedat që kam pas me korin diplomatik në Prishtinë, komunitetin ndërkombëtar, pjesë e cilit kam qenë unë për 3 dekada, është pritja është që gjykata kushtetuese do e jep një zgjidhje se si do të pamundsohet bojkoti. Në momentin që bojkoti nuk mund të instrumentalizohet, kthehet në mekanizëm bllokues, presidenti zgjedhet brenda një ditë. Sepse deputetët duhet të rrinë në sallë, votojnë për, kundër, abstenim. Edhe nuk zgjedhet herën e parë, nuk bën 80, nuk bëhet 80 herën e dytë. Çfarë parashikoni ju të ndodh? Konkretisht. Unë parashikoj që gjykata kushtetuese do e rikthej procesin në pikën 0, duke thënë që nuk është nisë procesi i zgjedhjes së presidentit, do ta rikonfirmoj forumin prej 80, sepse nuk mundet me anulu vendimin e mëhershëm që e ka bërë vetë, edhe do jep një mekanizëm detyrues në mendimin tim se si deputetët duhet të rrinë patjetër në sallë, hiç ata që janë në spital. Do më thonë... Do të ketë një arsye shumë të fortë. Unë e këtë e presë, do më thonë si zgjidhje, dhe kjo e nxjerr situatën nga blokada. Sa e mundshme është kjo zgjidhje që sapo deklaroi zoti Rexhaj? Tani gjua relativizuese e tipit çfarë foli zoti Rexhaj, dhe shumë nga struktura që përbëjnë këtë konjunkturë njerëzish, që kjo është një kategori e veçantë në Kosovë, e interpretimeve dhe debateve publike në media që mundohen me relativizu edhe atë që sot po quhet hapur me gjuhën tradhti ose shkeljet kushtetuese të tjera. Pra, jo vetëm çështjet politike të vendit, por edhe kushtetutën po mundohen me relativizu për ta shndruar në instrument të interesave. Hysan, shkeljet diku që s'duhet me shkel. Hysan, kur vjen puna të kontributi për shtet edhe për institucione, mendoj që jemi të barabartë. Edhe ki kujdes s'gjidhi fjallë, se s'kemi nevoj më prish. Nuk kemi nevoj më prish. Nuk kemi nevoj më prish, nuk kemi nevoj më prish. Nuk kena nevoj më prish, do më thonë që nuk kemi nevoj më prish. Absolutisht, mos i personalizot gjonat, lutëm, jemi mrish vjetër. Mos e ndërhitash, mos ma upohet, se unë nuk dërgjë nga pa dhe folë qëka ti, është të them edhe të fyve. Nuk u morëm. Me qëtësi. Pra, gjua relativizuste, e një kategorie, kështu s'janë, dhe rrinë për media dhe kanë mision, detyrë, marrin detyra konkrete,
për të relativizuar çdo vendim politik. Kjo është personale pasaj, por ju lutem, ju mos e ndërprerni, nëse ma ke bë pyetjen dëgjova për Okej. ose mos e ktheni kur s'doni më dëgjoj. Jo. Edhe dyta duhet më Keni qenë gjithmonë i ftuar dhe keni patur gjithmonë kohën tuaj në dispozicion. Të lutem, mos të kalojmë tani në tensione që në mëngjes. Një minutë ju morë me ju dy kush po foli parë kush i di. Si? Kështu tani, edhe një herë fillojmë nga parë. Gjua relativizuese në raport me proceset politike, por dhe me kushtetutën, kategorisë që bojnë tilla interpretime në për media, është një standard që e kemi mësuar tash, është një stil i veçantë. Por gjua e kushtetutës është tepër e çorë, janë nenet specifike brenda saj. Neni 85, kushtet për kandidim, kush mund të jetë. Neni 86, procedura se si zgjedhën. Neni 87, mandati dhe fillimi i procedurës. Neni 82, shpërndarja e kuvendit. Pra, procedura e zgjedhjes presidentit fillon 60 ditë para përfundimit të mandatit. Nuk është interesant, a interpreton Enver Hasani, a Hysén Berisha, Albatros Rexha. Gjua e kushtetutës është kjo. Njeri 86 thotë, presidenti duhet zgjedhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit presidentit aktual. Sa i përket quorumit, rundi i parë është 80 deputet në sallë, 2/3. Rundi i dytë po ashtu dhe rundi i tretë është me 61 vota. E lën të hapur këtë dëshirën që po thotë zoti Rexhaj. Mirë po, fillimi është se provon me siguru konsensusin e gjerë politik partijak. Ndërsa ma vonë duhet me garantu funksionimin e institucionit, pa konsensus, sepse nuk shkuat me atë në krizë. Shka është interesant? Zgjedhja presidentit duhet të zhvillohet me pjesëmarrjen e të paktën 2/3, sepse është vendim që kërkon shumicë të kualifikuar. Tjetër, sa ke loja për fjala për deputetët, pjesë ndërtyrimi për pjesëmarrjen në këtu. Kushtetuta nuk parashikon që deputetët të qëndrojnë sallë me detyrim. Pra, ata e kanë një mandat lirë politik, parlamentar, dhe pjesëmarrja në seancën e tyre është e drejtë politike, jo detyrim kushtetues. Pra, përgjegjësia atyre është politike, jo juridike, dhe mungesa atyre në sallë e pamundson dhe pengon realizimin e procedurave kushtetuese. Ata vendosin vetë nëse duan. Dhe me nenin 82, presidentja e shfrytëzoi mandatin e saj për shpërndarjen e kuvendit dhe ka obligim sipas gjuhës kushtetues mbajtjen e zgjedhjeve brenda 45 ditëve. Tani, në gjitha interpretimet, tyra konkret, për çështjen e zgjedhjes së presidentit është iniciuar, nuk është iniciuar brenda afatit brenda afatit është, sepse është 30 ditë po përfundu, po është deadline, është datën 5, ka mujtë edhe 30 ditë ma herë, por me momentin e konstituimit qeverisë dhe kryeministri e ka ditë se nuk i ka dhe 14 vota. Prandaj është dashur që bëj marrëveshje politike me parti, jo për të dhënë pozitën e presidentit dikujt. Ajo do të ishte çështje koalicionesh. Ne e dim çfarë ka ndodhur, çfarë do ndodh tani, çfarë pritet të ndodh tani. Ajo çfarë ndodh tani është masa e gjykatës kushtetuese. Dhe si shta zoti Rexhaj, nga eksperienca është gjithmonë në favor të atij që e ankimon? Jo, nuk është çështja në favor të atij që ankimon. Në shumicën e rasteve atëherë. Jo lutem, çështja e zgjedhjes së presidentit është dërguar me datën 5 para orës 12 në gjykatë kushtetuese dhe vendimi do të jetë me gjuhën e kushtetues, por edhe me ruajtjen e balancit politik dhe stabilitetit. Nganjëherë bëhet edhe politik sepse ky është misioni i gjykatës kushtetuese. Por çfarë shihet brenda këtyre dy veprimeve, që njëri është në kohë tjetër është pas kalimit të orës 24 me datën 5. E këtu kemi pastaj interpretimin e gjykatës kushtetuese nëse dekreti i presidentes ishte në kohë. Fi priores tempore, po priores jure. Tani cili është me të drejtën? Përfitimi cili është? Arsyeja kësaj përplasjes cila është? Atë këtu duhet të interpretojmë me atë si thash. Në qeveria pretendon se me skadimin e mandatit presidentit me automatizëm sipas kushtetues presidenti është Zoni Haxhiu. Kurse vjosa në këtë rast presidenti aktuale, atë që mund ta bëjë është përgatitje partinë e vet, bazën e vet elektorale. Kjo është loja politike, kalkulime personale nuk kanë bëjnë fare me gjuhën e kushtetues. Okej, duhet ta mbyllim. Pyetja e fundit është në lidhje me zonjën Vjosa Osmani, deklaratat e saj ditën që shpalli zgjedhjet e reja, përbërjen e parlamentit. Kjo situatë vjen nga njerëz që kanë qëllime vërtet të rrezikshme, ndërkohë që Vučić është shprehur vetëm 2 ditë më parë që Vjosa Osmani u trajtua si një yll në bordin e paqes dhe deri në një farë mënyre ka shprehur një lloj zhgënjimi nga ana e Trump.
Jo, ai Vučić nuk e ka bërë, nuk ka thënë vetëm këtë, ai ka përdorur edhe një gaf për cilin është bërë një shkrim që është publikuar në Kosovo Dispatch dhe është përndar gjithë komunitetit diplomatik në Prishtinë, Beograd, Bruxelles dhe Washington, ku Vučić thot the so-called Board of Peace, se thot jashtu quajtori bordi i paqes, që është skandal në vetvete, kjo ku e merr atë guxim ai njeri. E dyta ku e merr atë guxim i tregu presidenti Trump ka nefton edhe kë sefton. Tash ajo deklarata e Vjosa Osmanit për mendimin tim ka qenë e ngutshme. Unë kam pas rast edhe me taku presidentin Osmani ditën e diel. Pas asaj deklarate. Jemi miq edhe njihemi. Dhe tash ajo ishte interesuar për mendimet e mia si analist, si për gjëra të ndryshme. Ç'u tha për atë deklaratë? Ajo i ka motivet e veta për atë gjë. E kishte për Kurtin? Sepse ka krijuar jo pak hilaritet edhe reagimi i Kurtit, ajo nuk e ka, sikur të fliste për një person përveçëm, do thotë nga një njeri i rrezikshëm. Ajo ka bërë njerëz të rrezikshëm që është një formulim tjetër. Mendimi tim ka penduar për atë? Jo, Vjosa Osmani nuk është një person që pendohet. Dhe ajo është futur në një betejë politike, shihet që tash betejë politike është përballë Albin Kurtit. Kjo gjë Albin Kurtin e bën të lumtur, sepse Albin Kurti i pëlqen sfidat, i pëlqen betejat, i pëlqen ballafaqimet, edhe është i gatshëm që të paguajë çmim për ato ballafaqime, dhe kjo është një kualitet. Vjosa Osmani nuk ka kohë që krijojë një alternativë qeverisë. Vjosa Osmani tani për tani nuk është që mund t'i bëj dëm të madh zotni Kurtit, por në perspektivë po. Ajo mund të. Dhe ç'u tha? Të nxjerr disa detaje nga ky takim. Ajo i ka ato zhgënjimet e veta me të gjithë procesin, por një gjë është e qartë, raportet politike në mes zotni Kurtit dhe Zoja Osmanit, domethënë i takojnë shkuarës, edhe ata tash tutje hecin damos. Unë mendoj që nëse gjykata kushtetuese nuk i jep drejtim problemit që e ka kriju vetë në vitin 2011, ne mund të futemi në një cikël në Kosovë si në Bullgari që për 2 vite kishte 7 palë zgjedhje. Një gjë do të thonë, deputetët e parlamentit Kosovës janë qenje politike. Ata nuk janë gjykatës, nuk kanë një avokat tjera. Edhe si qenje politike përdorin gjithë hapësirën e veprimit politik. Por unë e kam një bindje, duke njoft traditën e gjykatës kushtetuese që e ka Kosova, që gjykata kushtetuese do vendos, sikur për çështjen e kryetarit kuvendit që vendosi binar të qartë, do vendos binar të qartë edhe për zgjedhjen e presidentit, dhe kjo krizë mendoj shumë shpejt do zgjidhet. Faleminderit shumë për prezencën, për kohën dhe për të gjitha opinionet që ndat me ne. Faleminderit shumë zoti Berisha. Më fal veç një sekond. Po. Veç për t'ja përkujtuar zoti Tregje. Deklaratat e Rashishit për tokën e falur të Kishës, tje kanë emrin. Ai ka dhënë demant, ma i ka futur në kohë. Për vitin 2030, kur pra shikon e trajton Kosovën, sipas rezolutës 1244, doli publikisht nëse lua me figurën e tij, zoti Raqiç, pastaj është punë tjetër apo jo? Ndaj shtetit, projektin e Serbisë për 2030 kur trajton Kosovën sipas rezolutës 1244, në cilën mbështetet edhe statuti i komunave të tilla, gabova, krijova konfuzion apo jo? Pa ishte futur një krim në kokë. A ishte ashtu? Prandaj nuk e ceka çështjen, aq më tepër që është zbatuar një vendim i dhënë vite më parë apo jo? Ne e dimë këtë, e kemi diskutuar. Jo, është vërtet, ai ka qenë i kontestuar. Mos interpretoni gjërat që dëgjoni në media zonë. Ai vendim ka qenë i kontestuar dhe ai s'ka mujt zbatohet. Ai u bë tani po del ashqara se si u bë politikisht për ta pasur shtetin e një eksponenti serb. Por shifni projektin e Vučićit për 2030-ën. Po kjo është relativizimi që e bëni ju nëpër media. Jo, shprehu, nuk kam. Detyra ime është të dëgjoj të gjitha palët. Faltizojnë Klori. Unë nuk kam uri për më shpreh në media, se jam mjaftueshëm i prezantuar në media. Po atëherë e thatë edhe këtë. Prandaj mos hyeni kur flas media, shprehu, se nuk kam nevojë të shpreh. Shprehuni thash madje, shprehuni. Por çështjen duhet t'i godisnin themel aty ku janë. Patjetër. Zbatimi i planit franko-gjerman, nëse na ndishni me vëmendje, këtë çështje e kemi konsumuar dje me minuta të tëra në emision, deri në momentin që zoti Raqić
Tha, ishte një gabimi imi, unë gatrova, kryova konfuzion, kërkoj ndjesë. Gatrova, mori në investar se mund të shkarkohet nga ministra, po? Po për ke po flisni, po mendoni se na unë jarante dhe hajmë karamelat e Albin Kurtit të Trashicit, apo ko që interpreton zoti Rezha në përstudi? Unë po them atë çka kam dëgjuar ditën e djeshme. Unë nuk jam analiste, unë jam moderatore, bëj pyetje. Siç e kam trajtuar këtë temë dje, mendova që sot do trajtoj këtë temë tjetër, sepse çështja e zgjedhjes së presidentit është vërtet serioze për mos ta futur në një ngërç të thellë politik. Sikur të përmbaheshit në temë, mos bëni të relativizim. Zoti Berisha, nuk e keni debatin me mua. Unë nuk jam politikane, nuk e keni debatin me mua. Debatin e keni me klasën politike e cila nuk po arrin të krijojë një stabilitet në Kosovë. Faleminderit shumë, jeni i mirëpritur publicitet.